në tentim krijimin e komisionit për votim të fshat për çështjen e kryeparlamentarit, pra që nga 1 maji kryesuesi Avni Dehari bën thirrjen çdo të dytën ditë që të krijohet ky komision dhe prej 1 majit të tutje krejt tentativat deri më sot kur shënohen fiks 2 muaj nga ajo ditë janë për të krijuar ky komision, me që rast do ta bënte të përzgjedhurin e vetëvendosjes apo të përzgjedhurin në këtë rast Albulina Haxhiu në krye parlamentare. Mirë po, për arsye që tashmë i dim të gjithë, edhe mëtej vazhdon të jetë e bllokuar çështja e zgjedhjes krye parlamentare dhe çështja edhe e konstituimit, meqense pas zgjedhjen e kryetares apo kryetarit të kuvendit dhe nënkryetarëve gjithsej 5, nga të cilët një është nga lëvizja vetëvendosje, një nga PDK dhe një nga LDK si partitë më të mëdha në kuvend, si dhe një tjetër nga komuniteti serb dhe një tjetër nga komuniteti multietnik. Pra vetëm kur zgjidhet kryetari apo kryetarja dhe nënkryetaret e kuvendit, atëherë mund të vlerësohet që legjislatura është zyrtarisht e konstituuar dhe më pas puna e parë cila duhet të bëj ajo legjislaturë është që ta zgjedhë qeverinë. Dhe më pastaj sigurisht që kur do që ndodh kjo, nuk do të ketë më këso kriza, nuk do të ketë thirrje të seanca çdo 40 orë dhe nuk do të ketë në pafundësi zvarritje të punimeve në kuvend, meqense prej momentit kur konstituohet legjislatura janë gjithsej 15 ditë kur do duhej që mandatari nga koalicioni apo partia që ka dalë para në zgjedhje, në këtë rast nga Lëvizja Vetëvendosje me partnerët e saj Alternativën dhe Guxo, do duhej që të sillte në kuvend, pra emrin e mandatarit, emrin e kryeministrit dhe ministrave të kabinetit të ri dhe më pastaj të hidhet në votim dhe të shihet nëse i ka votat ose jo. 61 janë minimale, sikurse për zgjedhjen e qeverisë, ashtu edhe për kryetarin e parlamentit, e cili edhe mëtej pra nuk ka një marrëveshje në rast se do të krijohet shumica edhe në ditën e sotme. Ne kemi pa që në vazhdimin e fundit, që ka qenë para 2 ditësh, pra të dielën ka pasur një sjellje më të acaruar nga partitë që deri dje ishin në opozitë, përfshirë këto Partinë Demokratike, Lidhjen Demokratike dhe Aleancën për Armërinë e Kosovës, të cilat përveç që dalën në foltore me deputetët e tyre, mirë po jo për ta dhënë emrin e antarit për komision, por për të treguar se kryesuesi, në këtë rast Avni Dehari, po bën shkelje ligjore, po bën shkelje të kushtetutës, pasi që të njëjtat parti vlerësojnë që aktgjykimi i gjykatës kushtetuese i bërë publik të njëjtën e javës së shkuar, ka theksuar që krijimi apo tendenca për të kaluar në votim të fshat është antikushtetuese sipas tyre dhe një gjë e tillë duhet të ndryshojë dhe Lëvizja Vetëvendosje duhet të reflektojë dhe të kthehet tek votimi i hapur, mirë po një gjë e tillë nuk ka ndodhur, me që rast ka pasur edhe situata të tensionuar paksa gjatë seancës së fundit, mirë po që të njëjtat janë evituar, meqense kryesuesi Avni Dehari përmes të regjisë ndërhynte dhe u ndërpriste fjalën, pasi që deputatët e këtyre partive nuk japnin emrin për antar, por donin që të kritikonin sjelljen e Avni Deharit. Po, kemi pasur një takim i cili u prit shumë të organizuar nga kryeministri apo të thirrur nga kryeministri në detyrë, e pas asaj po që dështoi përsëri, tash kemi edhe një deklaratë nga zyra e presidencës se presidencia në ditët në vim do të fton liderët për të zgjedhur një zgjidhje. A ka ndonjë datë apo po shihet që as nga kjo zyre nuk ka ndonjë urgjencë, domethënë disa ditë po shohim që edhe kjo seancë pra do të dështon sipas gjallëgjasave. Sigurisht që gatishmërinë për të pritur liderët e partive politike në takim, presidenti Vjosa Osmani ka pasur qysh nga fillimi, qysh nga 15 prilli, atë botë kur kryesuesi ishte drejtuar në dështimin e parë të seancës konstituive presidencës, mirë po njëjtë kishte kthyer një letër duke i thënë që konstituimi i kuvendit është punë e legjislativit e deputetëve dhe atë duhet ta bëjnë
ata vetë, pa pas nevojë për ndërhyrjen e askujt. Mirë po, kemi pasur edhe një takim pastaj nga presidentja me liderët e partive, të cilat janë të përfaqësuara në kuvend, përfshirë këtu edhe komunitetet jo shumicë, mirë po, edhe ai pati dalë shtirp, derisa gjatë ditës së djeshme ka pasur edhe një deklarim nga zyra e presidentes Vjosa Osmani që presidenti është e gatshme t'i pres, mirë po pa specifikuar datë ose ditë. Këtë gjë e kanë thënë edhe në takimin e fundit kur është mbajtur nga presidenti, ajo vetë ka thënë para mediave që është e gatshme t'i pres liderët e partive qoftë edhe në vikend, qoftë edhe nga 2-3 herë në javë, nga 2-3 herë në ditë, vetëm që të arrihet zgjidhje, por pas specifikuar pra kohën nëse sot do të pres. Ajo edhe në ato deklarime që i ka pasur, ka thënë që duhet që sa më parë të bëhet konstituimi, jemi në pritje, mund të drejtohemi gjykatës kushtetuese nëse kjo zgjat pafundësisht, por pa treguar se sa është ajo pafundësisht. Edhe në deklarimin e djeshëm të zyres nuk specifikohet datë. Thuhet që presidenti është e gatshme t'i pres, por duhet që spari sipas reagimit që është dhënë nga këshilltari i zonjës Osmani Bekim Kupina, ai ka thënë që do të pres fillimisht që të kalohet ky afati prej një muaji që është dhënë nga gjykata kushtetuese, pra deri me 26 korrik të pres nëse kuvendi do të konstituohet dhe më pastaj mbas edhe do t'i thres prapë në takim me liderët e partive për të parë se çfarë do të thonë. Ajo çfarë presidenti ja ka në dorë krejt është që çështjen edhe një herë mund ta dërgojë në gjykatën kushtetuese për interpretim, por varet se si bëhet pyetja me të cilën i drejtohet shefja e shtetit, gjykatës më të lartë juridike në vend, por jo edhe imponimet e tjera apo edhe ndërhyrjet e tjera që mund t'i ketë në këtë fazë ku ndodhet vendi. Po pra, koleg Flamur, faleminderit shumë për të gjitha këto informacione, pa dyshim që ne do të kemi edhe lidhje të tjera këtu në speciale, cila do të mbahet bashkë me Arin dhe kolegun ton Enisin. Të faleminderit shumë dhe pa dyshim ne po e përmbyllim edhe emisionin Fol me Arin për ditën e sotme, do rikthehemi nesër me të gjitha ankesat